Nisur nga ankesat e qytetarëve ardhur në redaksim mbi shërbimin e ujësjellësit në qytet, faturime, tarifat e reja që pritet të paguajnë vlonjatët për ujin e pishëm, u interesuan pranë drejtorisë së ujësjellësit për të marrë informacion nga zonja e Gjika, lidhur me këto ndryshime të cilat në fakt janë konsultuar me qytetarët. Mund të marrë informacion lidhje me këtë gjë? Jo. Pse jo? Pse jo? Se nuk e të prilla marrë të sepse ju nuk jep një intervistë për ne. Po. Si do vim nësë, marrë në informacion para? Jo. Kjo është 2 shtetërore, nuk kemi ardhur në shpizaj. Po mirë pra, nuk jap informacion. Informacionin s'mundëm ta merrnim pasi zonja Gjika refuzoi të përgjigjej. Regjendemi jashtë zyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes së SHA ujësjellës. Kemi tentuar të kontaktojmë atë për të marrë vesh dhe për të informuar opinionin publik në lidhje me një tarifë të re e cila i shtohet faturës së ujit të pishëm dhe që është në fakt një shërbim për kanalizimet. Ndërkohë, aktualisht, ashtu sikurse keni mundësi të vëreni edhe nga pamjet filmike, drejtoresha jo vetëm që nuk na ka pritur, por fjalët e saj kanë qenë që ju nuk do të merrni informacion nga zyra ime. Ligjërisht, çdo drejtues apo punonjës i administratës shtetërore përfshi këtu edhe zonjën Gjika gjatë funksionit publik, duhet të respektojë ligjin numër 8503 datë 30/6/1999 për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare, i cili saktëson qartësisht se çdo person ka të drejtë të kërkojë informacion për dokumentet zyrtare që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetëror, pa qenë i detyruar të shpjegojë motivet. Autoriteti publik është i detyruar të japë çdo informacion në lidhje me një dokument zyrtar, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe. Ne dëshirojmë t'ju kthejmë përgjigje qytetarëve se çdo të bëhet me tarifat e ujit, a do të paguajmë para shtesë, a do të furnizohemi 24 orë me ujë në shtëpitë tona pas kësaj pagese shtesë. E për të marrë këto përgjigje do të insistojmë pavarësisht kokëforcisë prezantuar nga zonja Gjika apo pamundësisë së saj sot për të dhënë përgjigjen e duhur përpara vlonjatëve.